Kryeministri Edi Rama ka paralelizuar qëndrimin e shoqatës së gjyqtarëve lidhur me çështjen e rritjes së pagave me atë të një partie politike. Sipas Ramës, kërkesat e tyre nuk janë të drejta, ndërsa po kërkojnë të ndërhyjnë në politikën e pagave. Befas shoqata e gjyqtarëve shfaqet publikisht si një parti politike, me një gjuhë të papranueshme dhe të pajustifikueshme për ata të cilët përfaqësojnë pushtetin gjyqësor, pra përfaqësojnë një pushtet i cili arbitron dhe jo një arbitër i cili thot bilbili është imi, topi është imi. Shefi i ekzekutivit nuk i kurseu ironit, duke i sugjeruar gjyqtarëve që të regjistrohen si forcë politike. E gjithë kjo tymnaj populiste, po kush jeni ju që i jepni vetes të drejtën të bëni përcaktime të tilla? Tymnaj populiste. Jeni parti politike? Regjistrohuni si parti politike, dilni në garë edhe mbroni platformën tuaj dhe pastaj bëni dhe ju siç bëjnë plot luftën. Rikujtoi se rritja e pagave të gjyqtarëve, sipas kërkesës së tyre, do t'i kushtonte 37 milion euro buxhetit të shtetit. Ju kërkoni që paga në gjykatën e lartë shkoj 5.800 euro. Dhe ju kërkoni që pagat e prokurorëve të Spakut, të cilët edhe herë tjetër për Spakun e veçoj sepse nuk i është bashkuar dhe respekte, nuk i është bashkuar kësaj përpjekje absurde. Nuk ka firmosur për të qenë palë në gjykatë kushtetuese për ta çuar pagën e vet 9.800 euro. 9.800 euro. Rama nënvizoi se shoqata e Unionit të Gjyqtarëve është e pezulluar nga Qendra Kombëtare e Biznesit, sepse nuk kanë paguar detyrimet tatimore dhe kontributet shoqërore. Janë dy fish më të lartë.